Si e shpjegoni deklaratën e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha se kur të vinë në pushtet do të zgjidh një herë mirë çështjen e detit me Greqinë? Sali Berisha si bëhet presion nga grekët që ta dini. Sepse Sali Berisha ka marrë parat nga grekët, është rekrutuar. Dhe është i detyruar që të kërcejë çiftetelin grek Sali Berisha. Por bën dasëm me mendjen e tij. Sepse Shqipërinë se ka Sali Berisha në dorë. Dhe Shqipëria nuk bie më në thonjtë e Sali Berishës. Ka mbaruar ajo punë. Nuk bie më në thonjtë në kthetrat e Sali Berishës dhe të mavis greke. Kështu që ai u bë qefin grekëve dhe grekët e dinë që ai nuk vjen në pushtet, dhe grekët e dinë që nuk do bëjnë zgjedhje, po ta them unë. Po të kontaktoni me gazetar grek, do t'u thonë në Shqipëri s'ka zgjedhje, dhe sepse dinë politikën botërore dhe politikën geopolitikën. E dinë mirë se çfarë ndodh dhe çfarë do ndodh dhe si do ndodh. Kështu që Sali Berisha nuk e di, duhet të ketë kaluar në delir që thotë kur të vi për herë të re të pushtet. O zotëri, nuk do vi më zero mundësi për të kthyer në pushtet Sali Berisha. Nuk vjen më. Vetëm po të ngrihet i madh nga varri do vi Sali Berisha në pushtet. Ai shpreson që mund ta rikthej Donald Trumpi. Pas ka miqësime dorë, po këta, po ai arrin deri aty sa gënjen në mënyrë më të paskrupullshme dhe partie në një intervistë tjetër i thash mos gënjej, thash Sali Berisha. Mos i gënjej qytetarët shqiptar, mos i gënjej demokratët. Cili Trump do ta sill Sali Berisha? Pa më thuaj dhe për çfarë syje. Sepse Sali Berisha është shpallur non grata në Amerikë bashkë me ca të tjerë. Si do bëj në Amerikë? Me çfarë statusi, me çfarë çdo përfaqësoj? Jo më zotëri, jo. Nuk vjen më në pushtet Sali Berisha, ta harroj atë punë. Ta harroj. Ai beson se përmes këshilltarit të tij për fushatën elektorale Kris Lasivita mund të rikthehet në pushtet dhe duke qenë se Donald Trump po kërkon partitë konservatore në Europë që të vinë në pushtet, ashtu siç erdhi dhe ai vet. A mendoni se përmes kësaj lëvizje Berisha mund të rikthehet sërish në pushtet? Edhe njëherë ky Lasivita çfarë është thatë juve? Këshilltari kujt? Është këshilltar, konsulent për çështjet elektorale i kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Për Sali Berisha mund bjerë 100 Lasivita ai. Por në Amerikë nuk e njeh njëri Lasivitën. Nuk e njeh njëri as në fshatin më të humbur në Kaliforni, ku tjetë, në Amazon. Jo zotëri, kush e llogarit Lasivitën më. Pse gënjen kështu ai? Po prandaj thash mos i gënjej njerëzit më. Pra po ja them dhe tani. Ore, ka karakter ky njeri, mos i gënjej por njerëzit se nuk është kështu. Lasivita nuk është asnjë gjë përveç një tregtar ose një lobist që bën fushat elektorale për atje ku e paguajnë. Këtu në Shqipëri, ai ka ardhur me $2 milion pagesë. Ku i gjeti Sali Berisha që e pagoi me $2 milion? Dhe ndërsa emrin e Trumpit mos e zëngoj fare se s'ka lidhje me këta Trumpi. Edhe ditë për ditë po del në shtyp, me në shikojeni që non grata nuk hiqet. Të rikthehemi sërish te kryeministri Edi Rama, i cili ka theksuar se që kur ka ardhur në pushtet ka dalë në restorante vetëm 30 herë dhe se fluturimet e luksit me avion privat që është akuzuar shpeshherë janë thjesht broçkulla. Ju si e komentoni deklaratë të tillë? Shiko, se Edi Rama në këtë rast i ka dhe gurin dhe arrën në dorë. Që do të thotë, Edi Rama mund dalë 30 herë në 3 herë, 15 herë në muaj, 2 herë, domethënë një ditë po, një ditë jo mund dalë jashtë shtetit, me çfarë të doj, dhe dokumentacionin e fshehin ata që bëjnë, regjistrojnë hyrje daljet. Ne nuk e dim se kur ikën dhe kur vjen Edi Rama. Nuk e dim ku i gjen lekët për gjithë këto shpenzime të jashtëzakonshme dhe në fundit për çfarë arsye del jashtë.
cili është interesi i shtetit shqiptar që kryeministri i tij të dalë 10 herë në muaj jashtë shtetit, apo të dalë 50 herë në vit jashtë shtetit. Ku vete? Ku vete dhe përse vete? Cila është agenda? Dhe të na thot, vajta në Evropë bëra këtë bisedë, vajta në Kenë bëra këtë bisedë, asnjë. Thjesht del merr një kameraman me vete, na këta që vjen kështu i lëpihen atje në aeroplane që na i tregojnë kur janë në aeroplan brenda, dhe asnjë gjë nuk na ka thënë se ku vete dhe përse vete. Ai është një koqiri i vendit, ai është administratori kryesor i shtetit, dhe ai për çdo gjë, për çdo shpenzim dhe për çdo lëvizje që bën, qoftë politike, qoftë ekonomike, duhet të jap llogari dhe duhet të jap shpjegime popullit shqiptar nëpërmjet mediave. Asnjëherë se ka bërë këtë. Dhe tani s'ka për ta bërë se do të qërohet, po domethënë nuk ka për ta bërë. A nuk duhet jap llogari përpara drejtësisë për shpenzime të tilla, teksa edhe Arben Ahmeta i tha që Edi Rama ka konsumuar një verë që shkonte deri në 33.000 euro. Padyshim që duhet japi llogari, por kush i kërkoi llogari? S'ka kush i kërkoi llogari. Në pozicionin që është ai të kryeministrit tani, ai nuk mund të jap llogari dhe nuk mund të arrestohet. Por nga informacionet që kemi, nga që më vjen mua bëjnë të dhëna, nga burimet e mia, di që në zyrën e tij kanë shkuar oficerët të BKH-s dhe i kanë kërkuar të shpjegoj çështje të ndryshme që ata i kanë në agjendën e tyre. Nuk e di se sa e vërtet është, se di, por di që diçka lëviz. Si mendoni, kush do jetë peshku i madh i radhës që s'pak mund të godas pas Erion Veliajt? Ballukja me ta ulan ballën, që them unë. Ata atyre vjen ata. Do arrestohen dhe deputet. Ku e bazoni një gjë të tillë? Urdhë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Ka burimet e mia, ato mund të them burimet. A mendoni se Partia Socialiste me këto goditje mund të përçarë dhe mund të përfundojë më keq se Partia Demokratike? Dëgjoj, praktikisht e përçarë është, sepse aty ka një luftë të tmerrshme të lobeve midis njëri tjetrit në Partinë Socialiste. Dhe do ta shikoni sa të marrën vesh të publikohet që nuk do kenë zgjedhje, edhe sa po të marrën vesh që të shikojnë që ai Edi Rama do vej përpara drejtësisë, do të shikosh si do bëhen. Si mendoni, kush mund të jenë figurat kryesore që mund të luftojnë për kreun e Partisë Socialiste? Ata cilindo që të zgjedhësh nga ata janë të tërë një lloj, ata janë tërë të korruptuar, të tërë një lloj si kryetari i tyre. Sepse po të mos ishin një lloj si kryetari i tyre, nuk do ishin në atë parti. Kështu që cilindo që të vënë ata një lloj është. Por di të them atë që dua të përsëris edhe një herë atë që thashëm përpara, që ata nuk do shkojnë në zgjedhje dhe nuk do të mund të bëjnë dot zgjedhje. Do ketë vetëm arrestime, jo zgjedhje.